Produksioni Zëri i Shtimës ju prezanton 101 tregime të autorit Muhammed Emin Gjundi. Tregimi i 4. Sadakaja e pranuar. Profeti i Zotit, sallallahu alaihi wasallam, ka treguar: njëherë një person u zotua se do të jap sadaka. Doli në rrugë dhe i dha sadaka në dorë të një hajdutit. Të nesërman njerëzit flisnin: ja, ky njeri i ka dhënë sadaka një hajduti. Ndërsa ai tha me vete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi, dhe unë sërish do të jap sadaka. Doli nga shtëpia dhe i dha sadaka një prostitute. Po ashtu, të nesërmën, njerëzit flisnin se ky njeri i ka dhënë sadaka një prostitute. Sërish ai tha me vete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi, ndërsa unë sërish do të jap sadaka. Dhe doli nga shtëpia. Radhën e tretë i dha sadaka një të pasuri. Por natyrisht, të nesërmen njerëzit flisnin se ai i ka dhënë sadaka një të pasuri. Ai u ul dhe tha me vete: o Zoti im, vetëm ty të takon falënderimi, për atë që i kam dhënë sadaka një hajdutit, prostitutës dhe të pasurit. Pas një kohe, ati i paraqitet në ëndër një zë duke i thënë: sadakaja e jote e dhën hajdutit ndikoi që ai të largohet nga vjedhja. Sadakaja e jote e dhën prostitutës ndikoi që ajo të largohet nga prostitucioni. Ndërsa sadakaja e jote e dhën të pasurit ndikoi që ai këtë ta ketë në konsiderat dhe të shpenzoj, të jap të tjerëve prej asaj çfarë i ka dhënë Allahu i madhëruar nga pasuria e tij. Autor i tekstit Muhammed Emin Gjundi. Përshtati dhe lexoi Eliesa Ahmeti. Ilustrimi artistik Rozafa Zeneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.